Për 5 ditë, konferenca shkencore Java e Albanologjisë në Prishtinë është një koqire e rezultateve të reja në 5 disiplina albanologjike. Studiues nga vendi e rajoni prezantojnë mbi 100 kumtesa të shpërndara në tema të boshtë që zbërthejnë identitetin fetar të shqiptarët, këngën si praktikë sociale e kulturore, kritikën letrare shqipe, etnologjinë urbane e leksikografin bashkohore. Të hënën, në hapjen e edicionit të 16 në Institutin Albanologjik, organizatorët kanë thënë se institucionet nuk e njohin albanologjinë si fushë strategjike për ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kombëtare. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka theksuar sfidat e dijeve albanologjike, derisa ka thënë se rezultatet e punës së albanologëve kanë qenë përgjigje e pyetjeve se çfarë ishin e çfarë janë shqiptarët. Dijet albanologjike ballafaqohen me sfidat caktuara, qoftë kur bëhet fjalë për vazhdimsinë e lirës shqiptare, qoftë për autoktoninë e shqiptarëve në këto treva. Po të kishin qenë ato pjesë të debateve të mirëfillta shkencore, do të kishin qenë vërtet mirëseardhura, por për fat të keq debatet e tilla shpesh janë pjesë e një propagande agendash politike që shkencën e kanë veç se si mbulesë për të çuar përpara dhe për të zbatuar plane të vjetra shekullore për spastrime etnike të shqiptarëve. Për sfida ka folur edhe ushtruesi i detyrës së drejtorit të Institutit Albanologjik, Naim Berisha. Ka thënë se albanologjia injorohet si fushë e veçantë dhe se qasja institucionale ndaj saj nuk është e duhur. Qendrat kërkimore albanologjike kanë realizuar projekte, botime, tryeza dhe bashkëpunime ndërkombëtare, duke ndihmuar në afirmimin e gjuhës, kulturës dhe historisë shqiptare. Megjithatë, qasja institucionale ndaj kësaj veprimtarie mbetet jo e duhura. Albanologjia ende trajtohet në mënyrë periferike, pa u njohur si fushë strategjike për ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kombëtare. Sipas Berishës, kjo qasje minon vlerat e studimeve shqiptare në nivel kombëtar e ndërkombëtar. Në 5 sesione që përfshin gjuhësinë, letërsinë, historinë, etnologjinë dhe folkloristikën, konferenca shkencore synon të sjellë rezultate të reja në këto disiplina albanologjike. Konferenca shkencore shpalos punime shkencore deri të premten pasdite, kur edhe i mbyll punimet.